Pas deklaratave që ndezën El Clasicon, Barcelona vendos të kontrolloj rrjetet sociale të Lamine Yamal. Një nga futbollistët më të përfolur dhe më të talentuar në botë, Lamine Yamal do të duhet tashmë të jetë më i kujdesshëm me atë që publikon në rrjetet sociale. Pas disa postimeve dhe deklaratave të fundit ku Yamal tha se Reali ankohet dhe përfundon duke vjedhur, tensionet mes Barcelonës dhe Real Madridit u rritën ndjeshëm para El Clasicos të fundjavës. Situata qoi edhe në një përplasje mes lojtarëve pas ndeshjes, duke e vendosur në qendër të vëmendjes futbollistin e ri të Barcelonës. Menaxheri i tij, Jorge Mendes, së bashku me drejtuesit e klubit katalanas, kanë vendosur që çdo postim i ardhshëm i Yamal të monitorohet dhe të miratohet paraprakisht. Qëllimi është i qartë, të mbrohet imazhi i Barcelonës dhe të ndihmohet lojtari i ri të zhvillohet jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj. Gazeta Sport konfirmon se kjo mas do të zbatohet menjëherë.